Përshëndetje. Keni menduar ndonjëherë që mbi bazën e mëkatit origjinal është ndërtuar ardhja e Jezu Krishtit në tokë? Nëse nuk do ekzistonte mëkati, atëherë Jezu Krishti s'kishte të dërgohesh nga Zoti, duke i referuar Biblës për të gjitha këto, sepse s'do kishte mëkat, s'do kishte nga çfarë të shpëtonte njerëzimin. Pra, thelbi është mëkati origjinal, që është për ata që e besojnë. Eva dëgjoi gjarprin, hëngri frutin e pemës së të njohjes të mirës dhe të keqes, dhe ky është mëkati i dha dhe Adamit, burrit. Mbasi e hëngrën, ata mësuan ç'është e mira dhe e keqja dhe pan dhe që ishin lakuriq dhe qepën gjethe fiku, morën gjethe fiku edhe u mbuluan. Problemi është pse Zoti i donte këta të ishin ignorant, të mos dinin ç'është e mira dhe e keqja, të mos e kuptonin që ishin lakuriq. Për shembull, po marr si shembull këtë. Ç'është ky Zot që bijtë e tij, krijesat e tij i do ignorante? Por është temë tjetër kjo. Problemi është vetë mëkati është kryer apo jo? Dhe Zoti realisht i ka dënuar për këtë punë apo për tjetër gjë? Sepse në Bibël thuhet që Zoti tha: ata u bën si njëri prej nesh, por nuk duhet i lejojmë të zgjasin dorën dhe të hanë nga pema e jetës dhe të bëhen të përjetshëm. Pra, Zoti donte që ata të mos jetonin si ai, mos ishin përjetshëm. Do të thotë që njerëzit, këta të dy, ishin të vdekshëm, sepse vetëm po të hahenin nga kjo pemë do ishin të pavdekshëm. Në një kohë që për mijëra vjet na kanë mbushur mendjen që njerëzimi u bë i vdekshëm pikërisht nga mëkati. Kreu mëkatin dhe u bë i vdekshëm, sepse dënoi Zoti. Jo, Zoti përkundër i dënoi të mos jenë të përjetshëm, gjithmonë sipas Biblës. Nga ana tjetër, Zoti tha që po të hani nga ajo do të vdisni me një herë. Këta nuk vdiqen, doli fjala e gjarprit, e këtij gjarprit të keq që kanë mijëra vjet që na mbushin mendjen që gjarpri është satanaj. Nuk është satanaj gjarpri në Bibël, pavarësisht ç'na thon këta. Doni më shumë. Atëherë për më shumë shikoni videon që kam përgatitur për këtë gjë. Mëkati origjinal.